Sot, si i ri i këtij vendi, janë bashkuar protestës para ndërtesës së qeverisë, sepse nuk mund të qëndroj indiferent kur institucionet e vendit tim mbahen bllokuara. Për ne të rinjt, kjo bllokadë shtetërore ka pasojë reale në jetën dhe të ardhmen tonë. Kur institucionet nuk funksionojnë dhe kur interesi politik e partjak vendoset mbi interesin e shtetit, mesazhi që u dërgohet të rinjave është se këtu nuk ka siguri, stabilitet dhe perspektivë. Ne jemi brezi që duhet ta ndërtoj jetën në Kosovë, të punoj këtu, të krijoj familje dhe ta zhvilloj këtë vend. Çdo ditë e institucioneve të bllokuara është edhe një arsye më shumë që njëri ta humb besimin dhe ta shoh largimin nga Kosova si të vetmen perspektivë. Dhe këtu na lind një pyetje shumë e rëndësishme. Nëse vetë kryeministri nuk e respekton shtetin dhe institucionet e tij, si mund t'i kërkohet një të riu që ta respektoj këtë shtet, ta dojat dhe të punoj për të? Si mund t'i kërkohet një polici apo një ushtari që nesër ta rrezikoj jetën për Republikën, nëse vetë institucionet e Republikës përçmohen dhe nënshtrohen ndaj interesit të një individi apo partie? Nuk duam një Kosovë ku të rinjt mendojnë vetëm se si të largohen. Duam një Kosovë ku institucionet funksionojnë dhe ku askush, pavarësisht sa pushtet ka, nuk mund të mbajë shtetin peng për interesa politike. Prandaj, mesazhi im është i thjeshtë. Albin Kurti, ndaleni bllokadën, ejani në kuvend, konstituojeni atë dhe hapini rrugë funksionimit të institucioneve. Mos u amerrni të rinjave edhe shpresën e fundit se ardhmja e tyre mund të ndërtohet në Kosovë.